Kalimet e parregullta kufitare në BE kanë shënuar rënje në 2025. Agjencia Europiane e Rojës Kufitare dhe Bregdetare Frontex raportoi gati 178.000 përpjekje për kalim kufiri në bllokun evropian, shifra më e ulët kjo që nga viti 2021. Shumica e personave që Frontex identifikoi gjatë kalimeve të parregullta ishin qytetarë nga Afganistani, Egjipti dhe Bangladeshi, sipas raportit të fundit, i cili nënvizon për çdo rast se situata në kufit e jashtëm të Unionit mbetet e pasigurt. Trendi po lëviz në drejtimin e dur, por rreziqet ekzistojnë. Presioni i migracionit mund të ndryshojë me shpejtësi, indikuar nga konfliktet, paqëndrueshmëria politike dhe rrjetet e kontrabandës. Vlerësojmë bashkëpunimin e ngushtë të agjencisë sonë me qeveritë dhe partnerët në vendet jashtë BE-s, që kanë dhënë rezultate të mira. Komisioneri i BE-s për emigracionin, Magnus Brunner, e vlerësoi rënien e ndjeshme si rezultat i forcimit të kufive të jashtëm dhe partneriteteve efektive ndërkombëtare. Diplomacia e emigracionit të BE-s po funksionon, deklaroi ai, duke shtuar se shifrat nënkuptojnë se më pak njerëz po kontrabandohen dhe më pak njerëz po vuajnë nga abuzimi e më pak jetë janë tashmë në rrezik. Sipas Frontexit, numri i emigrantëve që përpiqen të hyjnë në BE përmes rrugës së Afrikës Perëndimore ka rënë me 63%, përmes rrugës së Ballkanit Perëndimor ka rënje me 42% dhe po kështu ka rënë ndjeshëm tentativat e hyrjes në kufit lindor të bllokut me Bielorusin. Agjencia kufitare ja atribuon numrin dukshëm më të ulët të klandestinëve që tentojnë të hyjnë në BE përmes rrugës së Ballkanit Perëndimor, masave të përmirësuara të sigurisë dhe bashkëpunimit me Bosnjën dhe Hercegovinën. Aktualisht rruga më e përdorur e emigracionit drejt BE-s mbetet rajoni qendror i Mesdheut.